FBI parandalon sulmin në Michigan, arrestohen 5 persona. Drejtori I FBI, Kash Patel, njoftoi se një sulm I mundshëm terrorist I planifikuar të ndodhte në Michigan gjatë fundjavës së Halloweenit ishte parandaluar. Këtë mëngjes FBI parandaloi një sulm të mundshëm terrorist dhe arrestoi disa individ në Michigan, të cilët dyshohen se planifikonin një sulm gjatë fundjavës të Halloweenit, tha Pateli. Kreu Policisë Federale nuk dha detajet më teshme. Sipas CBS News, duke cituar burime policore, sulmi ishte frymzuar nga Shteti Islamik. Rrjeti televiziv amerikan specifikoi se 5 persona të moshës midis 16 dhe 20 vjeç u arrestuan. Të paktën një nga të arrestuarit njihte një ish antar të Gardës Kombëtare të Michiganit, I cili u arrestua në maj për akuzën e planifikimit të një sulmi terrorist ndaj objekteve ushtarake amerikane në periferi të Detroitit. FBI kishte monitoruar një diskutim online në lidhje me këtë sulm për një farë kohe, sipas mediave amerikane. CNN raportoi se antarët që morën pjesë në diskutim ishin trajnuar me armë automatike dhe kishin folur për ditën e kungullit, sidomos simbolin e Halloweenit. Policia e Dearbornit njoftoi në Facebook se FBI kishte kryer arrestime në qytet, I cili ndodhet në periferi të Detroitit. Ne I sigurojmë banorët e qytetit tonë se aktualisht nuk ka asnjë kërcënim për popullsinë, tha policia e qytetit në një deklaratë.